Mirë mbrëma dhe mirë se po takohemi kudo që një duke na ndjekur ju adhurues të emisionit Një jetë në një orë. Edhe sot e kam një të ftuar me rëndësi në emisionin tim, është profesori i gjuhës dhe letërsisë angleze, zoti Gzim Gjini. Është krijuesi disa veprave letrare, është profesori i anekdotave dhe humorit të Gjakovës. Është njeriu kritikues, ai i cili flet me vend, shkruan kritika të një pasnjëshme, por që të gjitha marrin një vëmendje nga ana e opinionit. Sot do të flasim më të gjithçka që zoti Gjini ka kaluar në jetën e tij dhe këtë do ta bëjmë përmes fotografive. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe, profesor. Një jetë mbushur me kujtime, ju njoh prej vitësh, kam kënaqësinë që sot këtë 60 minutë që ta kalojmë së bashku, të kthehemi në kohë dhe diskutojmë për disa fragmente jete për cilat ju vlerësoni se janë më të rëndësishme për jetën tuaj. Para se ta nisim me atë, më trego cila është përditshmëria juaj tashmë? Përditshmëria e zakonshme për një pensionist. Zgjohem herët, kafën e mëngjesit në ora 7:30, kam një shështin, dal 11:30, orën, kohën tjetër, lexim apo shkrim, nga pak televizionin shikoj. Del drita, vjeteri. E rëndësishme është që përfiqeni të jeni aktiv. Aktiv. Sepse ju asnjëherë s'ndaloni duke shkruar, duke qenë aktiv edhe në rrjetet sociale, por gjithsesi edhe në miqësinë tuaj të afërt. Ashtu e gjoj veten para 2 muaj ke mysafir në Gjakovë, që në Elena Kadrej, bashkëshortja Ismail Kadrejs. Edhe i adhurova në librin për Gjakovën, për një libër për Gjakovën, edhe pja tregoj rastin që e kum pas. Edhe po thot, vazhdo me shkru se shkrimi e terapia e shpirtit. Edhe është terapia e shpirtit. Shumë e bukur është kjo, shkrimi terapia e shpirtit. Nuk për me shtyje tesën tash duhet hatri në 2 mbesave që i kam, duhet të vazhdojmë të jetojmë hatrit e në. Tash tragjedia ka ndodhë, nuk mujmë me këthy, ose që thojmë Gjakovë nuk mujmë me gjbo, se ka ndodhë. Faleminderit, profesor. A jemi gati ta nisim këtë betejën e fotografive për të rikthyer në kujtime të jetës suaj, dhe do të shohim kjo fotografi, pse vlerësoni se është e rëndësishme për ju kjo? Është e rëndësishme se këto është familja jonë, Gjini, baba, nene, motër, vlla, aq, hall. Ky çuni me të bardha, jam une, 2 vjeçar, edhe qëndroj në pranë të burrit hallës. Burrit hallës, po. Zoti nuk i kishte falë fëmijë këtyre, edhe baba jam, që kishte vetëm një motër, edhe vetë ishte i vetëm, shpreh vullnetin, dëshirën të më birësonte, ose të më falte në Gjakovë që thojmë, për hallën. Edhe vjen pathyeshmëria, mirë po, momentin e fundit, ndikon amësia, ndjenja e amësisë. Këtu kanë qenë 2 mirësi, 2 mirësi jo të nënave, po mirësi burrore. Nëna e falë djalin që kishte lind vend, edhe anën tjetër halla, momenti i fundit nuk don ta merr një fëmijë që nuk është i saj, që merr një nënë i saj. Këta kanë jetuar në Sarajevo. Më thonë, në momentet e fundit, ku vetëm dakordimi ishte ardhur, kjo nuk ndodh. Nuk ndodhi për shkak 2 mirësisë. Mirësisë kjo që kishte falë, edhe mirësisë ajo që nuk deshte me marrë një fëmijë të huaj. Dhe si rodhen gjërat? Pati fëmijë gjatë jetës halla, ndërkohë jo? Në Sarajevo për ndryshe kanë jetu. Po. Motra vetë me babës tim. Ndërkohë që ti duke u rritur kur e dëgjove këtë histori, a kishe ndonjë lidhje më të fortë tash me hallën? E lidhe kem dash shumë, e kem respektuar shumë se ka qenë një gru burri nesh.
Ajo gru qak në Sarajeve, kush ka qenë student apo ka pas punë, gjithmonë ka pas sofrën e shtrune për ta. Qak edhe marrë me pajtimin e burrave në Sarajevë Gjakovar, ka pajtu edhe burra, një femre me pajtu burra ka qenë jo zakonshëm për atë kohë. Po atë ndjesi, unë edhe kur ka ardhe, kom trajtu si halë, kuptohem. Po, si do qoftë, e vlerësoj këtë mirësit nënës eme dhe babës jam. Kur ta tregoj për herë të parë këtë histori? E kom dëgjuar për i nënës. Dhe ishi rritur ndoshta? Rritur. Dhe si e gjykova aso kohë? Atëherë më atë moshë kom pas vështirë me gjyku, mirë po tash edhe me vite ku mujtë me kuptu se ka qenë një mirësi. është bëma vullnet, ata me një vajtë në fëmijës ose me pas dikën në familje. Histori interesante, Qenka. Të në familjar tjerë, motra, po është për që di pak këtu robat bordha, pak aristokratë. Fiks ashtu. E këtu përshiet qëllimi mrapa, e gjithmonë në gjithë fotografi dhe plot fotografi në Gjakov, prapavije kanë qëllimin. Ju ka dohë që për një farë hieshije fotografisë. Nuk ka pas deta, s'ka pas kulla i fellit, atë kohë kulla e pizës, po qëllimi ka qenë prapavije. As efekte për me As efekte s'ka pas. Shumë interesante. Kalojmë të fotografia tjetër, profesor, të shofim se këtu duket në shkollë, apo? Kjo është klasa e 8. Po. Shkolla Musa Bakia, me arsimtar në shet Hoxhin. Një vjetë për para, kem fillu me fotografi me ngjyra. Kjo është fotografia dytë me ngjyra, dhe me kem fillu me fotografi 1973. Atëherë ka qenë fotografe zonja Samili Roka. Kjo është fotografi dyta me ngjyra. Edhe muj mi e thonë, për tash nuk mërkohet të i njof, ju di emret e gjithve. Shumë mirë. 4 nga këta mungojnë. 3 vajza e më ka foli me mbjem në vajzërie. Marita Thaçi ka ndru jetë, Flutur Hoxha ka ndru jetë, ka ndru jetë edhe një tjetër nuk më kujtohet, edhe një Mahir Zeka. Këta të tjerët? Këta të tjerët të mbesim edhe nga një Ermeni atje. Nga një Ermeni, kjo dy shtash për një 2 muaj ka ndru jetë. Për ndryshe gjithë në gjallë, dhe me kë gjithë kanë tash për momentin 65-66 vjeqarë. Për i 30 sa vetëve, veç 4 ka ndru jetë. Qka mban men nga jo periud? Si ishte mënyra e, se ju duke qenë vetë mësimdhënës, i keni të freskëta edhe si është sot, edhe si ka qenë dikur ai statusi i mësimdhënësit në raport me fëmijët? Ka qenë se gjithemi kënd barabartë. Po. Barabartë mund është me e pa në fillim për mes veshës edhe mbathjes. Të në kemë pas një standart, një rogë të babës, apo një shtesë për i punës dorës nënës. Gjithë kemi qenë me çantat shumë thjeshta. Kom një fotografi të klasës parë, kur shumica për neve i kemi gjympirat me arna. Dhe me kem dalë fotografi me arna, e këta tritë se nuk e dinë çka është arna gjympiret, le më me ditë. Kjo është prapavi, është klasa, për ndryshe, duhet me përmenë, se për shtin me përmenë. Vendi ku është ndërtu Musa Bakia ka qenë pronë e familjes jonë. Ku është shkolla sot aktualisht? Kjo konfisku 1952. I kanë thënë Aragjinjin. Prej shkollës, ndërtesës shkollës, deri te fundi atje i shkollës të ime ka qenë pronë e babës jam. O konfisku viti 1952. Për shkak të rrethanave politike, kuptoj. E para shkollës Musa Bakia ka qenë disa shtëpi atje, një 3-4, atë në vendosën
në blokën e luftëtarëve, atë me shtëpia. Për ndryshe, si pronë ka qenë, tash kuptohet në që tojmë Gjakovë në faljo koftë. Masë është parasim, faljo koftë. Shumë e vërtet është kjo. Kalojmë të një fotografi tjetër, profesor. Ecim tutje me vite, besoj, ja një pasion si duket. Kjo është një viti 1977, duhet me qenë, tritë Gjakovës, ky me shrejt kapitenin jam unë, edhe këta tjerë të kuptohë që i njoftë gjithë me emne. Hajde na përmend pakti, ti kujtojmë. Ta zonë Bojër Zvanolli, portieri, Najt Bytyqi, kujtim Leshi, Gjevat Tuzi, kujtim Stavileci, Agim Binaku, ka dhe tjerë. Profesor, luaj e ti vazhdimisht, apo? Jo, komunitja 4 vite, mas e kam në shku në qësë dhivën prezent në Balkan Sorekës. Aty, gati që zonave në ekip, po pas një vizita mjekësore, trener kem pas Arsim Femeun. Arsim Femeu, vlau i Bikën Femeu, apo djali i Ibrahim Femeu, mësuesit e lashtë. Më dul një artëmi e zemrës, edhe për më fëtën, tha, ti duhesh me ndërprej futbolin, tha se ato ushtrime që për të bëmë me bicikl të ka dalë një artëmi 175 pravna në 60 sekonda. E ndërpreva. Edhe për ndryshe, kur lidhem të Arsim Femeu, lave Bikën Femeu, pak kush e dinë është, se shumë pak njerëz e dinë që mbi emrin e vërtet i tyre ka qenë Ymer Halili. Ti shihe. Baba e tine Ibrahim Femeu, një ndër mësues dhe patriot të mëdhej, ka jetu një kohë në xhamin e madhës Gjeçarëve. Personi i cili ka jetu aty, ka banu, edhe kujdes për xhami, u quajt Femi. Për aty të ka marrë pak historia më e gjatë kur ka marrë Femeu për shkaqet, për ndryshe ka mbi emrin Ymer Halili. Na në Gjakovë njohim si Femeu, po Ymer Halili. Interesante. Si u bëshin lojrat aso kohë? Këtu jeni në stadion Gjakovës, apo? Së Gjakovës, po. Po. Po i ka pas entuziazëm, knasi me këshyr gazetën atërsh me Rilindja, mi po emrin tonë shkrumë aty një knasi e veçantë. Si sportist, po, i ka pas. A jemi na Messi apo Ronaldo, po nëse ishim këtë thjesht. Knasi mi po Kosovën, knasi me hongër në për hotele, që si shumë mësun me hongër në hotele, si fmi pa më nëj. Po, të ri. Këtë njëri dhe mu njofë me këtë qytetet e Kosovës. Edhe kjo. Gjithë ka kemi lujtë, kemi udhimet me autobus. Të kujtohet në i momenti veçantë? Pa i ka pas shumë veçantë që kjo gjenerat për shembull, që kjo që jemi këtu, kem pas arrit mi pas 16 lojna me 16 fitore rresht. Që nuk e di që asnjë gjenerat e njërëve të Gjakovës, se Gjakova është vllavi i vogël, e vllazimi e vllavi i madh. Këtë lëta shumica futbollistës ke mas pari ka që ndasht luajnë në Gjakovë, mas ka kalu në vllaznim. Forcohen aty e maj madhe ku një ekipi. Selektim. Po. Edhe ka pas knasi, kem pas respekt, kem pas najmë dhe një qetërit. Kemi qenë shokën fush, një për shokë edhe jashtë fushës. Kemi kohë shumë të afërt. Po. Nuk ka pas i natë e teke, nuk ka pas... Ka qenë një mitësi ndryshe. Një kohë krejt tjetër. Po. Kalojmë të fotografia tjetër. Këtu është fotografi e vitit 1987, du të beqenë. Kjo është shkolla Angel Gjoni në Vësjel të japërme, ose fshati i rita që pëthojnë. Pse ke vequar këtë shkollë? Pse e kom vequ? Të atëshën isha martu, edhe du të merë në vu shpinë e vjetër. Edhe 2 rroga që i kishim në kredita në borgjë. Edhe mu më thonë që ky vetë bashkë këtë shkollë më kanë zonë gjendjen më të vështirë ekonomike.
Autobusi, zdia atë kujtohet, a man stacionin e autobusave që ka qenë të pumpa. Në ora 7:20, unë iska autobusi. 1 mark kushte ki bileta për me shku shkollë, unë se kisha qatë mark. Domet e 20 viket, një herë ka shku autobus, 2 herë në ditë. Viket domet e 20, të këtë rëtuar lero, pak orën ma herët, zënë autobusin, sa tje s'kisha këthesh. Jo, thashe, nuk u me lëshu orën e 6. Nuk e kisha që nuk kisha, për se kisha 1 mark asë më këthy. Imagina. Kam shku kom, shumicën e raseve, dikush kushëm ka bo më marë, që thojnë Gjakov ka bo se vapë, më ka marë me kërë, ose me bicikl, po shumicën e kohën kam shku kom. Që i bje 5 km shku në 5 të arna 11 km në ditë. 1 vjetë e kom fjallë. Edhe këtë nxansat, kolegët e dishin që thëshin, a i mësusi që i vje e shkën në kom në shkollë. Dhe më thonë, u identifikove si... U identifikova, unë isha i. Po. 1 mark nuk e kisha për autobus, 1 mark kushte ki bileta. Po, shumë e vështirë. Me gjitha të, ajo, vullneti por me punu edhe por me kry detyrën. Po gjua Shqipe është e shenjtë. është e shenjtë. E duhem me e dashtë. Shumë bukur. Kalojmë të fotografia tjetër? Këtu që Kjo i është kanë një disa. fotografi në 1995, Po. pas garave që e në majtë Kosovës. Unë jam kyaj atje në skajt me mjekër, me i gjati, edhe u shpalla kampion e Kosovës në saimin, përpëlimin dhe mbushin në enigmave. Të e një grup enigmatve. Një vetë përpore kësha marrë 2 vendet e treta, për ndryshë i kam 22.000 punime, që si ka kukush. I kam 276 balina gazetash. Jem të rejkë që disa vite, po met një pasionit më dashna. Po, edhe ata që din të zgjedhin enigma, duket sikur e kanë një lloj qetësie, një lloj... është e vërtetë. Po, paktën prej atyre njerëzve. Sa të ka përmbush ty kjo? Ta ka marrë kohën gjithsesi? Ma ka marrë kohën, po kom punu me knasi. Po. Çka ke mësu për këtij rrugtimi? Ke fitu na i shprehi Po, të normalisht, durimit ose diçka të ngjajshme, se enigma e do një kohë derisa ta fitosh një zgjidhje. Normalisht që zgjën diapazonin e ditorisë, enigmatikës, enciklopedi. Po tash nuk kem dikushi që me apalu të Ministrit të Arsimit ose ditorit e shkollave, që ndikur në tarën me fut enigmatikën si lanë shkollore. Dikush të thëtë shohën, unë e thëmë enigmatikën me shti si lanë shkollore, pëse zhvillon në onën mendore. Enigmatika është një loj cerebrale e trunit. Një loj cerebrale e trunit. Pa dhe ata që mushën, që kanë dëvëllet, ata kanë njëri, se pa pas njëri nuk mundesh me gjithë një zhidhë ose me mush. Shumë e vërtet, baje sa dush ndorë. Rebusin. është një pak nështë një humor. Ku më pas punu bukur do herët një 8 kaore, edhe ka qenë 8 kaore rekorde. Në fund të mesin 4 germa, dhe me 4 germa është pa mundshme dikush më nxerr 4 germa, po unë ku më punu nështë një javë ditë në atë... Dhe e ke arrit, po. Për mi bo, se zakonisht mesin 10, 12, 14, po u konë gjigant. Edhe një shok thëtë më kishit në halë. Ja kom ble djallit që të rëvisën, thëtë gabimisht për të projnë germat. Ble e zdyti. E ble në zdyti, edhe zdyti e dalin germat tepër. Thëmë përvo edhe herën e tretë. Që është herën e tretë, keq atërë faj qenë ka jemi. E marrë streti, edhe në fundit i dalin të amën 4 germa, kështë pas drejtë. Jenë disa punime, për shumë, në vitin 2000 ku punu 200 faqe. 200 faqe ka qenë gazeta parë, e di që koha ditore ka punu gazetën 200 faqe, mas luftës 2000, nuk kemi sigur të një javë, 2 javë para me.
E 200 faqe, mi punu gazeta bukur vështirë. Për një muaj e gjysë që ku punu, i kom hup 8 kg. Prej përkushtimit Prej përkushtimit, 8 kg. Me Xenin e Regjës, na punuam që 20 vite. Kush janë këta enigmat të tjera, i njeftë? O, Gjilal Kaçi, u konë vendet e dyta e ka pas, Valon Vala, vendet e treta, Skënder Tullumi, Mjeshtër edhe poshtu, një enigmat shumë i zoti. Gjilal Abrashi, atje nelt, veteran. Shumë bukur. Kalojmë të fotografia tjetër. Këtu Gjakova, që shia tjetër. Shtojnë 2 pikture ose vizatime në tush. I ka përnuar Gjilal Komoni, piktore Gjilal Komoni. Pse i ke marrë sot këtu? Cila është ajo veçantia atyre? Tash nuk e di, më kujtohet i kom pas ble 60 euro copën. 60 marka në vërtet. Edhe kom pasën në banes të Keko ku kom banu. Mas luftës, sikur gjithë, dole me gjepa thot. E vërtet. Edhe erdhë një femen prej Kordajt ka punu, kënë si një Gladys, prej Londrës, e murë banesën time me qëra. Edhe kur këthy mas një vjetë të gjysë, e kom thaj kërkesë. Mene e me thë qëfar kërkesë, tha që të 2 piktura më pëlqenjë. Të pununë në qashia madhe, është edhe këtu atje. Këtu ta shpedijën motivet, se për Gjakovës e mi dytë. Tha për 2 atë për t'i afroj ka 5 euro, 1.000 euro. A që i pëlqynë, po? I pëlqynë, nuk e japa. Nuk e japa që këto kanë vlerë edhe ma tepër, se nuk e japa. Dhe me gjadet, 500, 2.000, ishtë një para madhe në atë kohë. Në atë kohë, po. Nuk e japa, thash nuk muj. A i ruan ende? Ende i kom, ende i kom. Shumë e bukur. Këto jo 600, po dhe 2.000 dhe 3.000 më japë nuk japë, se është diçka personale. Edhe në pyetje është qyteti, nuk është nej natyra apo pejsash që e gjenë qetrën. Më pëlqenë shumë. Më pëlqenë punimi, është i punun me laps, me tush. Po. është diçka veçantë. E veçantë, natyrisht. Kalojmë te fotografia tjetër, domethënë edhe një pasion për pikturën, dashuri për pikturën. Kam 30 piktura i kam. Që, unë nuk e dija që... Ja, 30-32 qatë e parë i ka. Më pëlqen piktura arti. Ke provu ndonjëherë të provosh diçka? Me vizatua? Po. Ja. Po e në përzgjedhje të shijes, pastaj... Shijes po kështu nuk kam, do të pas talent. Artin ta falë a i nalët. E vërtet. Çfarë flet kjo fotografi? Kjo është një fotografi në Durrës, këta në qifti Mustafa Mimici me zonë Anife. Jemi, se me thonë, vllazërum. Si ndodhi? Jemi takuar rastisht në Durrës. Unë Durrësin e kam, muj me thonë, dashnin e dytë, mas Gjakovës, kuptohet. Edhe jemi takuar, tash kemi një miqësi të madhe, edhe vijim e shkojmë të ta. Për ndryshe ka qenë kryetari i rrethit Kukësit, i vendosën në një burë shumë i mirë, po edhe gruaja një zonë e madhe. Jemi takuar, tash na ka mbetë miqësia. Dhe vazhdoni ta keni edhe sot. Atë na kanë ardhur. Mbani takime të shpeshta? Mbajmë shpesh. Paktën gjatë pushimeve. Veç në Durrës shkojnë pushim. Për 21 vjet veç në Durrës kam shku. Nuk e ndroj Durrësin me asnjë qytetar. Fanatik. Më pëlqen. 21 vjet rresht kam shku. I kam pa edhe shumicën e qyteteve ka ide 2, kuptohem. Po në Durrësin pushimin gjithmonë e kam pa në Durrësin. Më ka i një dashnin ta. Edhe mërtojnë është kështë në humor e si për bukon qytetarë ndjerë i Durrësit. Se pas ke tradhtuar. Se kom tradhtu kur. E du Durrësin. Ose Dirahun. Po, pik. Faleminderit për këtë kujtim kaq të bukur. Kalojmë te fotografia tjetër. Këtu ku është kjo? Kjo është shtëpia ime e vjetër, e babës fatikisht. Po. Për shien nelt, 2 njerëz atje të hek qeramidit, ose me letrorat qeramidhet,
E ne qeramidhe se përdorëm kërkush, po qeramidhe në Gjakovi, thojmë. Për ndyshën qeramidhe është. Po në momentin pse e ku marrë, se lidhet e me qëtu vit të mrama që kemi ku përzonë shpijet edhe po maron banesat. Edhe atë e kum pa një prejtim shumë të vështirë mi pa të rëzu shpinë, të hekë qeramidit, të rëzu dhomat. Se kjo shpi më kalon kujtime, më kalon mbresa, më kalon kemi jetu mirë në atë kuptimin, e kom dash këtë shtëpi të vjetër, po qëllimi ka qenë mirë se më bua reja. Mi po ishë vështirë mi rëzu shpinë. Edhe pse se kune jemi, e kune babës, që të rëshgëmije të rëvlazive, modrave, po ishë vështirë mi pa të rëzu shpinë. E vërtet. Edhe që ditëm sot kur rëzohen shtëpiat shumë atreja se kjo, edhe përcaktohen për me ndërtu banese, pavarësisht ajo është privatësi jetën e ndërtojnë, së ndërtojnë, ajo është privatësi. Po, o thëmë edhe tjetra që në Gjakov Vesin, a ki bo vetë, ta ka bo baba. E kofse ta ka bo baba rëzët balet. Ko se ki bo vetë, menon mas pojë se ki hekë për me bo shpi. Këtë shpi ka pas bëjeri, këtë shpi shumë kush ka humë. Ajtë ma risjell për shikuesit ndonjë kujtim, ndonjë fragment jetët kësaj shtëpije. Ai fragment është kur ta zojmë në ardhë motrët më bujtë e tezët edhe fëmijët e tezëve, dajve, ku ta diunë të kur me i sopë kanë fletë 30, që është sot. Pa imaginush. Pa imaginush me fletë 30 me i sopë. Edhe këta të rinja nuk e kanë pasat për e tim me fletën dyshek. Edhe kur në shtu dyshekt, kanë fletë 30 vetë, fatikisht nonat kanë fletë në dyshek Pizgati që në zatë 2 veta, e fëmijët kanë fletë në dyshek Pizgjoni. Që ma shumë në zavë ma tepër Pizgjoni. E sot të rritë nuk e din që ka është dyshek i Pizgati, dyshek i Pizgjoni. Ashtë nuk din është ka dyshek i. Besa, po ta garantoj që ju. Edhe, po apet për thëmë, onën tjetër, ma i mirë për ka qenë gjumi i rafshit, sa tash... I luksit. I luksit, për këto komodine italiane, apo shka do qofë, krevate, lolli që pi bojë reklam. Sepse aty kemi qesh gjithë bashkë, kemi folë. Ka pas dashni. Po s'ka pas telefona, kërë në shku me flejt edhe një 2-3 orë kemi folë bashkë. S'ka pas edhe, nuk kem pas bazen në shpeja, s'kem pas edhe që atë lone që i kem pas, kemi kun të knaqen e kemi dash jetën. Edhe pse ka qenë jetë ajon bardhëzi. Kuptove. Më thoj, në figurat e vejtë se kam fjallin. E qartë. Po ka pas dashni. Aja dashni që është ka i mungon këti populli. Edhe është ka i mungon me të madhe, aja dashni e dikushme, tash të vjetë u këthyn u rejtje. është shumë vështirë kur një dashni kthehet në urrejtje. Po vetë erdhë jeta se soi, edhe tash pëndodhë që nuk ka mo mi thirë dikon për darka, për dreka, me pikafe, të thojnë shijemi lokal. Njërë automatike automatike për thonë që s'pëdas mi shku. E ku s'da mi shku, edhe ti s'ki shathirat, a kuptohem. Po kom kujtimet mirë se pak kem pas, po imi kun të luptën. Dashit qytetarë, dashit njerëz, dashit shqiptarë, shumë pak kemi pas, po imi lumëtunin. Tash kemi shumë atepër, por nuk e kemi lumëtunin. Mungon. Vërtet. Kalojmë të fotografia tjetër. Pas këtyre kujtimeve të bukra... Kjo është një fotografi me dy mbesët e mija. është në salon 2021, pa ndodhë tragedia. E madhe është Rita, vogli është Rena. Edhe pa të mbledh një lojë si kafaz me tren. Dykur thash hajt edhe unë ku t'i bërë një do vetë, ato ishë plesni borë dhe si fëmija. Për me më mëru qefin hina në kafaz e ljuta, mirë për ju do këtë që di që gjyshë e jenë për i ka dhe në kafaz. Kjo a kafaz fëmijë.
Po, unë jem për më pas kafaza tjerë. Kafaza tjerë më pas për disa politikanë, analista, opinionista, ku ta dione, mi shtin kafaz të vërtet. Edhe mi shti ushqimin ka dera mi mbyll me qës, edhe me qlune. As me dal, as me fol. A ka shumë a pak? A Ka ka shumë a pak? Sa vesh shej ka shumohen. Vase mu paksu jenë ka shumohen. Nuk kemi kafaza, po është mirë me pas kafaza. Është mirë. Me hekur o fjalla. Më trego pak për këtë lidhjen tuaj me mbesat. Jenë këtë të madhen e dashënoj, marzisht. Këtë voglin, jam i trend më masej. Ta dyta është një shumë të mëdhaja, po pak me njëra të veçanta. I du shumë i du. Ta është edhe komat dhimbja shpirtnore, gjitha dashni dhe djali ka kalu, është dëfishu ose trefishu Të vajzat. Të vajzat. Po. Je një gjysh që shpenzon kohë me to? Ato në jetojnë banes, po ko pas ko i takojmë. Po. Ashtu deshti. Po. Kalojmë të fotografia tjetër? Kjo është fotografia që ma kush shpirtin. Fotografia marrëm familjare e djalit me njusën e gzonën, profesoreshë gjuhë Shqipe, Rita dhe Rena. Fotografia e fundi që kanë bo zbashkë si një familje. Familja si familje është një pasuni, është një thestari më i madh që ekziston. Edhe këto dy vajza upën babën, që ka qenë shumë i përkushtuar mas qikave. Gruaja upi burrin, na e upëm djalin e vetëm. Po si fotografi e kumë përzgjedh se më pëlqen kjo fotografi, ka edhe fotografi, plot fotografi që dalë, po kjo më pëlqen. Është ka një natyrë pak realet, të vërtet. Një familje prej 4 antarësh, një familje që këtë botën qmohet familje, edhe shqiptarët të qmojnë familje. Kur gjo nuk vjen para familjes. Familje du të me qenë njëshi. Edhe raportin në zveti, edhe dashnija, edhe respekt, edhe nëjimi. Po, jeta pas ka qenë e tjilë. Fotografia fundi që bo si familje. Njeriu në disa sfida, profesor, është i pa përgatitur. Kur vinë sfidat të kësaj natyre, sa arritët ju të përgatiteni pasi ndodhi se jeta do të vazhdoj dhe do të kujdeseni për mbesat? Ke shumë e paprishme, nuk kem qenë se kukush nuk përgatitet për këtë lloj tragjedie. Fiks. Do gjëra vinë. Ke shumë e paprishme, edhe ka moment që ala nuk e besoj që nuk e kam djalin. Nuk e besoj. Ka thëmë, ka shku dikon nëse ka dalë, dikon nëse u shku në pushim. Ala nuk mu mi bind vetën që nuk e kam djalin. Ta kërkon? Nuk mu mi pajtohet, nuk do të pajtohet në desë të më ra ajo grahma e fundit e zemrës, do të shkoj me qatë bindi që e kam djalin gjallë. Faleminderit, kalojmë të fotografia tjetër. Kjo është një fotografi, para se me ndodhë kjo, viti 2021, ta e një qifti mrekullueshëm, i njefë, ndoshta Afjeti është Bakalli, ose zoni Afjet, infermiere Bardhyli është burri i saj, i pata thirrë në darkë, edhe këta dyen, nëse mu më thënë, më thojza më civilizun, në qëtë onë sociale telefonit. Telefoni ku pas vaktit moqën për 20 euro. Kurs ku pas mësimi bledh 10, 20, po s'ke investu në drejtim. Sëm ka besu. E ta ma pa të mpru si për fasi, edhe më fotën që ose më thojzëm e më infektun.
Po qëllimi i fotografisë ke asesoj që kalun mirë, po edhe pa ta pasu si shkrim, po të shpreja në Gjakov thojmë, mësafi ta një e tila 10. Sa ku punu si përkthys, me një takim pune që kishëm, nga një shok për theken në gjuhën italiane, s'kish nevojna me i në anglisht, se isha i me italisht, edhe pjethët oficiri jonë, shqiptar pjethët italiani që merë në të kuptimin, na thojmë shqiptar, mësafi ta një tila 10. A i s'pe kupton italiani, ta një 10, dishka është abstrakta për ta. Po të është këmet përkthysi, qëshmja përkthy këta ta një tila 10. Ja, po e thash, ta la bërqetin. Po. S'ka tjetër shkrimi që këta najten këtu, po e mësafirë ta la bërqetin. E një shpi që s'ka mësafirë, nuk i nuk del në dikush, nuk është shpia jo. Pajtohem, profesor. Kalu mirë për ndyshë kam respekt, po sa që më veçantë për ta. Jenë një qifti mrekullueshëm. Veçantë, për mënyrën se si shoqëroheni me ta. Jenë veçantin. Shumë e mirë është kjo. Kalojmë te fotografia tjetër. Kjo është bashortja, gruaja, motra, nona, vllavi, gjithçka. 44 vjet i infirmëri. Mirë po kanë ndihmu shumë, jashtë rojt kam fjallën. Kur pagesë nuk ka marrë të ushqimit, injektimit, s'ka dhe qo. Po erdhë momenti jeta e tillë, atë natë ku ka ndodhur rasti, ka qenë kjo që unë e marrë në Gjakov, je mërzu, ku më thi komën e në kënë gjendit shumë të keqe, edhe s'ke mënu që pe te kalën. Erdhë momenti që shumë kune ju ka gjetë, që ka shpëtu jetë gojë me fremore, një raset të afrëve me të mi, edhe në fund të erdhë momenti që gjallit vetë nuk patë mundësi, as patë nevoj, as një gotoj me e japë. E infermiere. Shumë ku i ka një mu, po jeta është e tjilë. 44 vjetë stajë i ka. Një zonjë. është një gjohë tjetër, une, kjo përnon në dejnë tëtë, une për që ka ndodhë dhe rasti me djallin, masë orës tjetë nuk e më dalë që 3 vjetë që sa për i shpisë. Nuk e lo vetëm. Nuk e lo vetëm, kur? So fshjet është kjo, si non me jetu vetëm, me mëndojt vetëm një kohë, po së është natën në fjellë. E vërtet, po. Më tonë përpiqesh me qenë afër saj që me te i kalu se cilin... Po, tash nuk kuptohet, nuk muj me dasht, figurativisht, e më ka volë, sigur që e kom dasht për para. Po respektoj në nërej dhe të herma tepër, sa që kom nërvu kom respektu. Jo si gru tash, po si nan djallit, si një nan. Po fatin na thojnë fati keq, fati është pozitiv. Po kjo ka kun fatkeqësia e unë që në këtë mush me met pa djallë. E vështirë. E vështirë. E vështirë kjo, sidomos në mënyrën se si e shprehni edhe përmes rrjeteve sociale, nuk besoj që ka ndonjë njeri që i lexon ato shkrimet e juaja dhe nuk bashkëndjen atë situatë emocionale në të cilën ndodheni ju dhe familja juaj. Ka ndodhë disa shkrime ku përjenë pak si të prekshme. Ta zemë, me një shkrim 210 shikime i këmë basë. 800-900 sa është pëlqime, komente, peshën sa. Po është një vlerë e një personi, është një njerëz, nëse une jemi lëndun, kom dhimbja. Mirë po, unë e kom dhimbja. Plaga eme. Mirë po dikush e ka, se em njeri, nëse dikush i bashkan gjitës dhimbjes jote, është bashkë djenë, aja është njerëzi. Shumë e vërtet. Shumë e vërtet. Aja është, me tamon është, ka njerëzi, kur dikush e bashkë djenë dhimin e dikujt. Dikuj tjetër. Kalojmë të fotografia tjetër.
Kjo është nga ceremonia varrimit, një kurriku, përndryshe djali ka ndru jetë në mesnatën në orën 1:14 minuta, në që kërën gjithë Prishtinës, në ku mujtë ta përballoj, kum qitë tubimin, edhe shfryzoj rasin gjithë dhe me ju falenderu edhe me përkullje i qona. Kjo është arsyeja pse du gjakuar. Ka qenë një 10.000-12.000 njerëz, prej krejt trevave, edhe prej Shqipërisë ka pas, prej Malit Zi, prej Maqedonisë, dhe 12.000 vetë kanë qenë. Rasti ke shumë i prekshëm për krejt qytetin. Për të gjithë ka qenë. Kush ka pak ndjesi ka. Edhe ku marrë si fotografi, kjo është pikëllim, për ne mirë po anën tjetër që edhe mburë dhe kreneri. Se ma ardhë gjithë ta njerëz, në është 19 ka qenë varrimi, edhe ato ka përfundu kora 20, gati 21, filloj edhe më të ra prej zakoneve tona që kemi me parakalu para familjarëve. Dhe 12.000 vetë kanë qenë. Profesor, si e kujton ditën e fundit me djalin? Mban mend? Ditën e fundit që... Ndonjë bisedë, diçka që... Zakonisht... Apo diçka rëndom, asgjë që thanë... Pak folës që konë, pak folës. Edhe nëna vetë pak ka folë, në atë kohë pa mëndoj, edhe i pak ka folë, edhe zakonisht për sport kem besedu, për të ardhmen, për punësimin e tine, për punësimin të... Kush ta kumtoj lajmin? Lajmin ma kumtun prej edhe ndoshta edhe media, dikush prej shoqja, mas pari, po a i kumtë, ose a i lajmi shkon i rrejshëm, në thojze, u lëndu pak. Po na ku shumë në spitalve që pam që nuk që lëndimi i letë, po një vetdije ka pas, gjakderë dhe ngruj ka pas, edhe nuk përmtej koha as me qu ta zojmë në Tiranë të Petrela, apo jashtë dika tjetër, lëndimi ke ranë, nuk mujtë me... Edhe kum besu që do të kalën për shkak të organizmi, trupit që ka pas zhvillum ka qenë. Kum mënu që do të kalën në bazë asaj proporcione fizike trupit që ka pas. Po nuk mujti mi a dalë. Në orë 1:14 minuta ka ndru jetë. në kryet e detyrës. E ronë, shumë e ronë për një nonë që mirët me infirmeri, që ka punu dikur edhe në spital. Me pa kornalet në grafikon pulsi i zemrës, shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Kur nuk ndalon pulsi. Kur ndalon gjithçka, ndalon edhe jeta jote aty, në një formë. Kur ndalon gjithçka. Shumë e vështirë për një nanë. Po edhe për një babu, edhe për një motë, edhe për një vlla, për këndo qoftë. Po tek e fundit gjithë do të shkojmë atje dikur, dikush ma herët, dikush ma vonë, na pelakmon dikush, ose ma tepër të lakmia, ose me fitu në mënyrën e paneshme, po një gjë është ditë sigur që asë gjë me vetës kemi marrë, po kemi marrë veprat. Ato mbesin. Kurse ato veprat e mbesin, për ndryshe do shkojmë durthat gjithë. Aje Aleksandri ka shku, ka thënë, në Arkejval me milion durë jashtë në të shojnë populli që jem ka shkoj pa kur gjohiq. Aleksandri ka qenë, djetë kush ka qenë. Vërtet, po. Tënë jemi mësafirë të, dikush ma herë, dikush ma vonë. Po pak dalën mosha dalën. 33 vjeç, në turqishti ka një shprehje devër. E na përdorim ka ardhë devri, nuk e kuptojmë pse përdor devri. Devri ka 33 vjetë. E na përdorim atë devër si
i ka ardhë koha. Jo, devër të shqisht është periudhë koha për 30 vjeçare. E djali jam jetoj një devër. Një devër. Shpesh përdore devër dynjaja. Devër dynjaja, po devërja është periudhë koha për 33 vjetësh. Djali jam jetoj me 33 vjetë. Një devër jetoj. Një periudhë të asaj kohe, po. E vështirë kjo, po... I përkullim gjithë të njerëzve. Faleminderit shumë për këtë foto, kaq të bukur, për këtë kujtim kaq interesant edhe për shikuesit tanë. Kjo është fotografi kur kem shku ditën japjes së titullit magjistër. Magjistër i shkencave të biznesit, për ndryshe ka qenë, edhe është me siguri, i vetmi që ka pas degën në regjistrimit të automjeteve. Kjo ka qenë 30 dhjetor, 2022. Gjitha provimet i ka pas të japni, i patë me veç me mbrojt diplome. Edhe ligji i kolegjit Pjetër Budi, po thoj ko se ishe që nëse kia atyre ndodhë si rast që jipet post-mortem pas vdekjes. Për ne një gëzim, po edhe pikëllim. Kjo është fotografia që është e rronë për ne, po më çuditja ditë zëvendës dekani, në thirrë me një në të zyrën e vetë kabinetin, Sadrik Klaiqi, profesor doktor asistent, edhe fillon me qajtë. E për të dhe profesor, ti më vasë me në japë kërajo njeve, ti edhe ma tjepër për në mërzit. Po për neja ditë ishë kjo vdekja dytë. U sollë në rikujtes. Ishë vdekja dytë. Ku mund tjetë me këto rezultate? E morëm diplomen, djali u detëru, ka përndyshe fakultetin e ka pas dogan në kryne, për shkak të pozicimit në qendër të vështrimet të mjetë e kryi praktikin, po dijet që shkron këtë shtetë tonin, pa dresi që burë në detëru më për në shofer. Pa më hu profesionin shoferit, se vetëm djali një zanatqev, jem djali bukpjekësit, edhe në burna që jem djali bukpjekësit. Edhe pse e ka pas të shkruj në shkollën me dresin e naltë në Shkup, e ka folë 3 gjuhë, po kjo kështë vendin të regjistrimi autometeve. Të shkollimi për cilin e ka për shka është, i përfunduar. vetë në Gjakov që ka pas këtë drejtim të kryjnë. E kryi praktikën, edhe prunë për një vendi tjetër, zavens drejtore apo drejtore shake, të mundu që këtë do të pënsohet, do të konkurrën se kur tjertë. Po jo, edhe dita ma keqe, kone e tina ditë që kum pa, që kum përjetu me ta, kur këthy për ditës marën praktikës, qa që ka qenë i shgënin, që nështë ta kun dita ma keqe tina. Se mendojmë që do të hapet konkursit, do të punësohet aty, për shkashtë i kualifikun. 7 vetë kanë një të papun, 8 vetëm kalonë mu papun, edhe këtë qeveria tashme edhe e kalume, po unë e thëmë pak më ndryshë, kofë se kanë pas, dishka me mu, shka kanë pas me djallin tëmë. E në faktikisht 12 metra pa punë, unë jem dalën penzion, me gjatë 3 vjetë, 2 vjetë për para, kush ka punu nërse mekanik, nësi dita fundit, nërse me lule, me të përsele, një koktele. Unë jem dalën në pushim, në penzion, jem dalën pa lule, pa koktel, pa kur gjëjsh. E djali u detëru, nështë edhe që aty e gjeti vdekin. Fatkesia, fajtorë shpalla e tjetëri kuptohet, po dhe aty e pas ka pas, na thojmë në bas fest, thojnë Gjebraili shkën e mërë shpirtin. Po Gjebraili e ka që me leqin, ose me laqin që thojnë, në Gjakove thojnë me leqin. Dikur me leqin janë kohët Gjebrailit.
Thëtë, për mje kesh, për du në më shumë e marrë njëzër shpirtin. Thëtë, disa tri përshat së muj mu. Thëtë, nuk i nevoj me shku ti mu, se unë i qej sebepin. I qej sebepin, s'ki nevojti. E sebepin që hupa djalin, ke që kjo punë. Që kjo punë që në shoferit, ke sebepi. Nuk pa murë me laqës Gjiblerili, pa ma murë sebepi. E vështirë. Ose figurat e vish lirë që thëmë edhe si tut nga krokunin këtë dhja shkaktarë ke pushteti lokali. Pa drësit e pushteti lokali. Ata ma upen djalin. E ku më thonë edhe publikisht disa herë, ata ishin shkaku, sebepi që beta pa djallë. Një djallë me perspektiv, një djallë me ne 7 vjetë pa punë, me doganë të kryjnë, me ne të 2-3 vjetë pa punë, të kry magistraturën, nuk përdi qka, a është ke drësia, por a është pa drësi qka është. Kur kualifikimi ishte, po, Ishte. e qartë. Faleminderit profesor për këto fotografi, këto rrëfime kaq të ndjera, edhe një tjetër fotografi që flet shumë. Kjo është plakata 2024 me 30 qershor ditën kur ka ndodhur aksidenti, dihet ka ndodhur në ora 12:05, 12:04 minuta të supermarketi Ela. Edhe këto ka si iniciator dhe kryes është që KMF-ja, të të rria për shëndetësi edhe sindikata sindikata e punëtorëve e kanë bërë. Po slogani është i tillë, humbën jetën për të shpëtuar jetën. Humbën jetën për të, nëse edhe ka qenë slogani i akademisë për këtë mura ditë, kur thot edhe në pas që ka heroin, edhe ka heroin. Shqiptarin kanë qenë duke bojtër smutin nga aksidenti. Fatikisht kanë shku me pështu jetë, po kanë humbë jetën e vetë, bashkë me mjekun me në Trasaliu. E ke fështirë që kur bot, kur qelen e gurë themel për e shëriti. Mirë po është i gëzushë, se për ndërtohet një shkolla, një qerë dhe... është një sebep i mirë që thuhet. Një sebep i mirë është. Mirë po atë ditë me shplu qarshafin i kuq e me pa djallin aty, është e fshirë. Greja me bashkë momentin ku u shplu kjo u tumas disa lulleve aty në skajt, edhe kuptoha pse u largu. O fështirë me ju hojë këshëriti e me pa djallin në plakat për kujtimore. është shumë e fështirë. E vërtet. Veç kush e ka provu. E vërtet çfarë do që flasim, mund të mos ja qëllojmë, sepse ju e dini shumë mirë. Në borë për jashtë është. Për ndysh edhe personi tret ka qenë, ka mbeti, ka lëndime të rona, nëse muj me thonë, pa ofë për vazhdimin e jetës, edhe për të ti vujnë, sa vujnë nga për vdekë, ata për të ti një... Kur e kanë atë gjendje? Kur e kanë aty, po a i ka qenë i pafajshëm, sikur që ka qenë pafajshëm, edhe mjeku me djallin tim. Po këto titulli, kom kërku, kom insistu me aqit titullin, më rë. Normal, natyrisht, kjo ka qenë përgatitja ati profesionale. A titullin ka pas, pavarësisht që ka shurë si nga se zëtë mjetër, po titullin ka pas magistrë. E kuptushme. Edhe ku ma asistu këtë kohën, që nuk o pranoj plakatin pa aqit titullin. Jo, po titulli nuk e përfaqëson profesionin, titulli është një grad akademike të cilën e ka për gjithë jetën ai njeri. është normale. Është një grad e tij. Po probleme që kam bet për jetë, që kjo është obori, për mas oborit, që ndronë dhe kujdesin roja, apo kush do qofë kujdeset për tu. Ne qojmë lule, ko pas kohë, se dikush e pas tranë atje. Faleminderit, profesor. Po, me fjell, e fitum plakaten, po a humbëm djallin. Pak ma ndryshe.
E fitu plakatën, po humbën djalin. Edhe më shumë. Do të kalojmë të fotografia tjetër, e kuptueshme gjithë ky emocion, profesor. Shka, po, këtu, kjo është rruga eme e feminisë. E di me siguri ku i bje kjo rrugë. Edhe këtu kemi dhe vitin 1966, po pa kush e ka ditë, se e kanë thonë rruga e ballistave. Nëse nisëm prej Krajit djathtë, është familja Nuqi, Gjara, Doli, jemi ne, Gjini, vinë Lilet apo Rugovat, Maloku, dalim të Dulat këtë onën tjetër, vinë Xherxhat, vjen Bakia, edhe një familje tjetër ka qenë Hadri, vjen Zherka dhe e parë kjo është e Katonës. Këto ishë në familjet, fatikisht unë duna me ditë për manështu se do është mire me këtë sene. Apet i kom bërshë se mall ose përkasësh këtë një njerëzve, se baba e më 45-ën i përndjekën politika shku në Shqipni, dhe në 52-shën në Gjina i kanajt, Gjina nga kemi na për ardhën, para 180 vjetë, 170 vjetë, sa ke martu. Edhe ko pas kohë natën e marrë dhe natën ka ikë. Mi po shumica njerëzve, banorë kanë ditë që po vje, po s'ka folë kërkush, s'ka tregu kërkush. Kanë bajtë sekretin për shkak të veprimtarisë, natyrisht. Po veprimtarisë, po dhe disa familje ka qenë lidhë ngushtë me nacionalizëm. Fatikisht një mallë, e kjo tash nëse nisë prej Furrës, si më siguri, po, ka qenë përpara rruga Kosta Novaković. Tash u kthy në Luiq Garkuqi. Kosta Novaković me rrugën e ballistëve ka qenë kundërshtar të ndaj. Edhe dashta më të thonë tegër. Se na barë nëse lisë që kemi dash kur ata kur. As që kemi mi dash njerë. Po tash pishoj ditë që a kom dhënë veshën, ishë ndru këtu plaka, Luiq Garkuqi në kupton rruga prej Hymjes. Atje, midis dy ekvisioneve, dhe të kulla e Dulave, që kjo është rruga Luiq Garkuqi. Po, gjithmonë kom emocione ose mall ku shkoj një herë, se edhe shokti kom, jem rritën që të mall, i du gjithë. E vërtet. Kujtimet janë bukra gjithmonë ato kujtimet e fëmijërisë, pavarësisht destinacionit jetës, ato janë... I du hatre besnikrisë. Pa. Se përpara... Komponente rëndësishme. Ka pas hafije. Gjithmonë ka pas hafije dhe ka më pas hafije. Po unë nuk ka po zohë kërkush. E kanë rujt, e kanë mbrojt. Po. Faleminderit, profesor. Kalojmë të fotografia tjetër. Kjo është fotografia para kompjuterit tim. E kam një dhomë poshtë në bodrum me fjallë, dhomë me kuzhinës faktikisht, unë e ku po dhomë punës. Kjo është kompjuteri jam, në screen të kompjuterit kam 2 mbeset, edhe një kompjuter që u bletë Agaf Mati, kompjuteri i përdorën, 100 euro u ble, e kom që një 14 vjetë. Mu me thonë që shtëpiza u formatizu një 7-8 herë. Natyrisht, për shkak të materialeve. Për shkak të po. Ekrani mu pa djek, edhe ditën natën e vitit 3, kisha më shkohet ky i Morinës, mall të Gesës atje. Edhe për thamë shët, pe këshyrë, tha, merre që të ekran, tha, kom që aty e kom gjujt që të bënë punë merre. E ma dhojë ekranin, kështot 30-40 herë, 50 herë. Po është ekrani bajtën, me qëto punoj. Pse është e rëndësishme kjo fotografi? Se për kështo kanë dalë qëto libra. Shumë e bukur, se përshien edhe fotot. Përndryshë në librat nëse këqyri i bjen 2500 faqe shkrim,
edhe menimi I peshën që është e gashme bëhen 4.000. 4.000 faqe. Unë e kom në shënjestër mi bo 5.000. Do t'i bësh? Me 5.000 atë do të rishnë pa e më ka poli pa Facebook, pa shkrimet Facebookit, ose rrjetet sociale. Këto fizike. Këtu e në 9, tash 10 është, po ma shumë t'i kam problem me tastera. Gati çdo muj gjithë du në lirë tastera të re, se ka të punoj gishat. Shkruan me emocion. Jo, me shpejtësia, ka ku shkruan shpejt. Normalisht që këtu e në shumica e në mallë kinez. Ka I blenë Tajvani, Tajlandës, ka I marrin këtu. Jenë faktikisht dopë të anë të kuptime dhe prishën shpejt. Te Kërmrama është dopë se kushton 5 euro, 7 euro. Sa jep merë. Sa jep merë. E pastaj kom qitë vendin e punës, kom që kjo është zyra jeme e punës. Gjithmonë një të kom pas dëshirë me pas një zyra të jeme, po për mdoke që kom shku në të javë, pa pas zyra. Po nash që s'kom Nuk dihet. Kalojmë të fotografia tjetër. Fotografia tjetër me Rozafatin, në shoshni të lidhë dishka. Ne jemi njoftë edhe përpara me Rozafatin, po këti ka ndodhë, kjo që më ka ndodhë mu 1 vjet përpara, 21 vjeçar djali Adiati, dikon dhe lidhë për të keq e lidhë interesi, neve në ka lidhë piklimi. Edhe shpesh ka këtu takoshëm a flejte pytja. E na këtë që vesim një qetërin a flejte, se s'flejmë. Nuk ujme bona gjumë të rashëm, kur e dim ku I kemi djemt. E djali ti ka shku, ka u jetën, dijetën aksident, të ura për me dalën shkugs, ka una djetë, ka una majtë me dalën kusarën dollë. Aty kanë ndodhë 4 vdekje, 4 aksidente, edhe 20 tjera aksidente me lëndime, trona atleta, vetëm për një gjatë që nuk u pas rrethullimi, apo s'ka pas semafor. Tash për mdokët e kanë bandu semaforët, po masi që ka ndodhë, ma keq akti populli, ose po shteti lokal, është që nuk japëm në përgjithësisë llogaridhënie. Ne s'japëm llogaridhënie. E duhet me jap llogaridhënie, se apet për këthejnë atë ajo e shkrume. Nuk është bashkret e shkrume, sa është se bepi. Po këti ishka djali, ka pas I djali të mrekullueshëm, edhe ky vetë është I mrekullueshëm. Milem kujtohet si sot një shkrim në Facebook e ke pas postu. Po, për djalin e tine. Dhe disa orë kalun duke e lexojsha edhe njëherë, e ndisha shumë afër se e njoh edhe Rozafatin edhe realisht një shkrim prekës ka qenë. Ka qenë, kom qu se unë sa shkoj të djali, shkoj edhe të djali tine. Edhe ky ku të shkojmë bashkë, ose vetëm sa shkojnë të djali vetë, shkojnë edhe të djali jam. E pastrën e fshidhun, e pastroj. Në ka afru, në ka bashku edhe ma tepër piklimi. Po të bashkoj ka, po të afërsoj ka edhe piklimi. E se kum ditë ta që piklimit ka din më kun më thojza pozitiv. E kalojmë ditën bashkë, pijmë kafe, rrim, është shumë djali sinqert. Po edhe kjo ka një vujtje, sikur temen. Natyrisht. Natyrisht. Kalojmë te fotografia tjetër. Fotografia tjetër, ky është avokati Korab Bokshi. Gjatë gjykimit, unë si më kam mbrojt si baba I viktimes, fatikisht djalja mu qilësu si viktim, pas 1 cent. Të gjitha shërbime. As 1 cent. Edhe prej fillimit kom kërku që as s'ka pranu me vetë dëshirë, me vetë vullnet e ka bo këtë punë. Jenë majt 13 seanca, një maraton, një seanca, 13 seanca turshme, ma tepër turshme, ku mas pak të ka pas njerëzi aty.
Dhe ke reagu edhe për seansa në Facebook. Gruaja 2 herë ka përfunduar njëherë në spital, njëherë pa vetdije, mas 2 herës ka ndodhur. Po çuditërisht, gjithmonë seansa jam shku vetëm. Ka thëmë, nuk pas ta kërkon. S'pas njerë ka qenë daj djalit, njerë nuse, unë e kam shku vetëm. Asë një prej onës jeme s'ka ardhur. Çuditërisht. Po ka herë, në Gjakov thoi, ma shumë ti të vranë buka jote. Edhe për të vraj ke buka jote ma shumë ti. Ka funi, u bua tepërt kjo, 13 seansa. Gjykata themelore dënoi 5,5, u bua ankesa, gjykata apelit 7, gjykata supreme e kthejnë edhe herë rigjëkim, apet 7, po për nesë, si 7, si 10, si 20 është njëjtë, njërës të kthejt djali. Ose po t'ja kishin këthyn edhe me kanon, apes të kush të kishtë të djali. Po, është një shprehje të na, kjo e ka përdorur edhe Çajupi. E ki pa, me siguri e ki pa filmin 14 dhëndër, u bo si pas veprës Çajupit. Kur aty me i darkim lidhen ata natën kur martëorët e 14 vjeçari, vjen edhe Maliqi. E Maliqi ish kryetari i fshatit. E dikur njëri thot, foli shka, thot, shka më fol kur të na ligjin e bën Maliqi. Edhe të na, ligji ka është të bo Maliqi. Po e Maliqi koka i panjoftën. Nuk ka veç kjo rasti jemi, po ka me qindra raste që kanë historinë e njëjtë. Që përbojnë padrësine. Padrësine me një shtet që u fitu me gjak, që për një shtet që u fitu me luft, që për një shtet që u fitu me kallje, me vrasje, me tanët i kemë përbalu, tash nësë me së pas drejtësi. Një patëm pa drejtësi për tjerë, për armikut përjetëshëm. E tash vendosë drejtësinë. Edhe me zgat një gjykim 3 vjet gati, kjo është për një disa mujer vendimi mram. Kem lodhë dhe kem stërlodhë. Edhe shumë është rëndë për një prind, më shku në gjykim, edhe të më falat që me personin që e ka shkaktu problem. Në fund, u vërtetu edhe murë dënimin 3-8 është maksimumi, se këta i thonë pa dashe. Me dashe apo pa dashe, ti mu më thoi za ma vrave djalin. Nëse mërë ti si aksident, është pa dashe. Nëse mu i me thonë, është dhe një loj vrasje. Ti mbete pa djalin. Mbete pa djalin. Figurativisht e më ka foli. Qartë që aksidenti u po pa dashe, asaj nuk ka pas dëshirë. Po këj djallë, këj të regoj një dërim të madhë, ka ma shumë e vike keq për i tini, edhe këj ka angazhime, të kërmama është avokat profesional. Edhe i kërkuar, edhe i kërkuar, në është edhe i mirë, po edhe i zoti. Më dhëm ke koha që ja mërë shone, 13 seansa. 13 seansa duesh me përgati, duesh me fol, duesh me pas mendin e këfilt. Po i kom bërë këti djalli. I kom bërë shumë. Faleminderit. Kalojmë të fotografia tjetër. Kjo fotografi është me doktorin Rubik Rudi, kirurg oral. Më duhet një cisë para disa muje, edhe që jo para disa muje, gati 2 vjeqar është. Edhe shkova puna, operacion e paraqitet e kjo, një 45 minuta. Edhe u krye e punë. Sa të ka bërsh, ta kur gjo. Jo nga bëshira, po nga zemra barësia tini. Edhe gati që 2 mujti qdo 3 dit, dona me shku shkep edhe varën më mjeku, dikur për të thë, kom njetë me t'i bo dhomës. Mi ka mërë dhomët, se më kur në pa dhomë, kuptohë mja 2 ditë. A petëve së për dhomë,
Tha, veç teknikin kemi pagu, në teknike që ka marru dhomë, tha, kush e se më ki borç. Apet tjetra. Humanist. Humanist, një zemër bardhë edhe i thjesht, po edhe i Zoti. Po, gjithsesi. Po është, po nuk e në gjithë këtë, unë e pa ta shkru një kohë, një shkrim pak ma herët, par disa muje, pyetja, por do një doktori, për një pacient vizit, pyetja por e bot ku punon ti. Po shkaj duhet doktorit se ku punon pacient. O, që është e lekut. Që ta është gjithë duken, mund më konë dënje që... Po kjo është tipik humanist me një karakter që të kam roma kjo se ka bon nga mëshirë, se unë e kom gjendë që ti pagu i dhomë, ti që ti pagu i kajtët. Të njohin të gjithë, e vërtet. Unë e në materiali se kom, po që diti që ka kësi njërës, në këtë mënyrë, më kryo operacioni me kur gjë që gjitha e kujdes, në vizita, e sarë që ka i më pret, edhe më pret me miradije, jam mirë njofës. Nuk e kom njofës, e kom njofës që person, se kom di që është, po, i kom borç. Ka njërës human, njërzor. I kom borç. Po, kalojmë të fotografia tjetër? Shka mo, do këtë e fundit kje. A kjo është e fundit? Po. Profesor, kaluam kohën që kishim rezervuar, por me shumë respekt dhe knatësi me dëgju gjithë shka për jush sot. E posaçërisht këto fragmentet e vështira që po detyrohesh pa dëshirën tuaj me i te i kalu këto rrethana se cilat erdhen si rezultati humbjes së djalit tuaj. Kjo ke një dokumentar, fatikisht nuk ke një biografi. Fiks. Po nga njerë mjafton edhe dokumentari me pashru jetën. Këtu patëm shumë. Një gjo e du Gjakovën, e kom dashni të madhe Gjakovën, po nuk uj me ikë drejtësis. E tash që shkruj drejt e foli drejt, nuk ka halli jam. Po është halli atëne që nuk punojnë drejt e nuk flasin drejt. Nuk muj mu jetoj për që Gjakovë, edhe jem nështë i vetëmi publicist apo shkrimtar që ka shku veç për qytetin e vetë. Fatikisht, unë planifikoj me shku dhe në 14 libra për Gjakovën, edhe 1-2 kam më konë në biografi, jem nështë i vetëmi që shkuj veç për Gjakovën. Që përbje më konë lokalist. Lokalist. Edhe jem lokalist. Po, e këtu do doja, Dilja, ta përmbyllim këtë diskutim të sotëm me ndonjë anekdot që lidhet fiks për qytetin tonë. Sepse si dikush më mirë se ti ato, por do të flasim në një moment të dytë për shkrimet. Isha beqar, po këtash kjo bisedë e lirë duhet mi ka dhu isha beqar, 25 vjeç, 26, shkojnë në prizën, edhe e takoj rastisht në hotel një franceze. E ka pas me emnin Bernadette Bishop. Aja franceze një zoj, një zënjush ka qenë, një 2 jetë më në rejësëm në. Edhe e thirë, atë natë dole me shëtit, e thirë në Gjakovë, pa tërë s'kisha mësimi që unë dika tjetër, pa më nëjë pa veç shpis. Edhe në shpinë net, ja 5 neta, 6 neta. I pa edhe dishek të Gjakovës, edhe me njërë që shjetojmë në... Për zgjoni për së ngushti. Në nërka uqat i pa krejt ato, shka, edhe e pipi kafen me gjezë krejt ato. Edhe në kohët, rinjë se me kemë shumë të kena i amës. Po. Ka qenë edhe, me sigur ka qenë. Pa tjetër. Po në asë është një kemë të aty, po kena ka pas një taratoj shumë të mirë. Një taratoj perfekte. Unë e gjithmonë shpesh ka ndodhë ka 2 taratori, ka marrë dhe gjatë pijes. Edhe ja lëvdeshën shumë taratojnë. Edhe pje të regoj shokë, vendosa me shku në Paris me tu. Vizat për Fransë kanë fillu 1990. Kjo ka që 1986. E morën një qontë, kush është e që nuk ka ondrë mi po Parizin, ose mi jetu Parizin.
Edhe ju tregoj shoku, e thash s'kum kallzu në shtëpi, po në mbrëmë shkon ose pi promë shkon dikush i ka thënë që ka shkuar në Paris. S'po çam i kallzu nonës më tepër se për tjerë çdo jetën e vet. Dhe ç'a ndodhi? Edhe nisëm kishëm më shku në orë, do ditë për orë të kishën nxjerr biletat për Paris. Hypëm në autobus, zdrypëm në Prishtinë, edhe biletat për Shkup. Pa dalë prej Shkupit, të peronat e parë, i thëmë shoferit nalë me autobusin. Pe japi dorën, u takum tash, nuk u i marë, s'po kom dëshirë. I ra shpishmonit të qëllën e në Gjakovë. Edhe këta shok ta dishin që kam shku në Paris. Ku shkoj për prome, ishë befasi kur panë mu. Si s'shkove? Aji në të kupëthin në Gjakovës, dhe aje budalla, shkemi u Parisin. Edhe ata këshin kështru me pije, me mezë, ndërto dhe të ratoj. Pse rapi shkonit? Po thash, nuk ndroj, thash, as Parisin me të ratoj të kenës. E Xenit ishte e ka qitë pak ma vonë këtë këngë, do më thone, pas ka një farë historie kjo Parisi. Kjo është para Kongës, sa ata tekstin e ka shkru, edhe Papingji, nuk ka shkru dikush i joni atë tekst, thash edhe Parisin nuk ndroj me të artoj të kenës. Faleminderit, profesor shumë. Faleminderit në thirrje. Uroj më të mirat për ju edhe t'jemi në një moment dytë flasim edhe për krimet tuaja, gjithsesi që janë të shumta. Urriqit me lokale, urriqit me punë, urriqit edhe me rroga. Faleminderit shumë. Edhe një gjë, po ta them, unë po ta them edhe më herët sa u kun liri. E më keni në dispozicion, për shka do që keni nevojë, nëse keni për në një loj quizja, enciklopedie, gara, shka do qoftë, jemi gajëm të ju punoj pas një cent, pas një mënyrë vullnetare. Faleminderit. E keni ndimin të me mënyrë vullnetare pas një obligim. A quizza, a mision zbavica, shka do qoftë më keni, s'kam nevojë tash për emën ose për reputacion, se veç më marrë me diçka. Faleminderit shumë, me shumë knaqësi. Urriqit. Të lumt goja. Isha më thonë ma tjerë, për urriqit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kemi përmbyllur këtu diskutimin e sot me profesorin Gëzim Gjini. Faleminderit që na ndoqët, vazhdoni të jeni me ne dhe të na shkruani, mos harroni që të propozoni emra të cilët do t'jenë po kaq të ngjajshëm me një të kaluar të interesante, si që kanë gjithmonë të ftuarit e emisionit tonë. Mirëmbëjtje, natën e mirë.